Akava programi si pikodindë kotari misja OSB ani Kosova. Andri pe emisjako pe një ekdrom nashti lelope sa reflektipe prasvjengo emisjako OSB ani Kosova. Ky program mbështet nga misioni OSB-s në Kosovë, mendimet dhe pikpamjet e shprehura janë të vetë pjesëmarrësve dhe nuk pasqyrojnë me domos ato të OSB-s. GVDP Tumenca. GVDP Tumenca. Si emisja për romanit Shqipa në Gjakovaki Komuna. GVDP Tumenca. GVDP Tumenca. Akaja emisja, shajte shunen Sakova Agore Masekesko e Shërdipea kotariora deshu pançta i trianda, ano frekvencije 7 MHz e Radio Gjakovake. Vaqëdeve pak faleshunam në emisjako GVDP Tumenca. I ora në studio si deshu pançta i triandja minutja, taj si vakti kaj të shërda mari renduni emisja për romanit Shqip, GVDP Tumenca, emisja koja situa në orami e projektesol Roma në medje, projekti kova implementingi këtë organizacija Roma in Action në lede i pe Radio Gjakovasa, taj koja piko ingjol këtë emisja OSB ani Kosova. Pak vale shunamne, havdive në marrë rënduni emisja GVDP Tumenca, ulavga me këtë të trejnja i tema vash o mahat nipe, e garavi pasko ta ev promovi pasko e Romana Qibjako, ano sasa koja sfera e GVD pasko, Shërdipea kotar institucije, medje, aktivizmi ta i javer. Ulavga me kaja tema vash o sebe pika e 5 novembri, koa manifestisalo në akava masek, si to lumjako dive vash e romanit Shqip, taj kote kerdile ververut një aktivitetja, ini janë amari Gjakovaci komuna panglo manifestipe akale divesko kaj si to lumjako dive e romanat Qibjako 5 novembri. Ta janorami akale divesko, amari organizacija Roma in Action ala RDIP, ofisesa vash komunitetja ta inaripe, realizisajli jek trujalini mensalin kotelele kotor o reprezentja kotaro lokalu no taj centralu no niveli, kote debatisajlo vash o mahatnipe akale divesko, taj vash o piko do ipe, kaj dengjol kotaro institucije vash o promovipe taj garavipe e Romana Qibjako ani Gjakovaci komuna.
Anakova Beshipele la Cotorini o Sheruno e Giacovako Comunaco Raiu Ardiangini, kova dinga jek mesaji vash o naisipe e amare organizaciako kaj kerol ververut një aktivitetja vash o vazdipe e aktivizmiesko kot harucin e komunitetja, vash o promovipe e manushikane hakiengo e fokusea vash o gara vipeta e promovipe e romana Cibiako. Vash mai budëri se so vakeria orajo Ardiangini, ka shuna o dëlesko vakeripe anakeu trellaniri me Salin. Është kënaqësi me qenë me ju sot në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, edhe në të njëjtën kohë më uru gjithëve, përmes teje, po gjithëve që jeni këtu, shumë urime. Tash e para që e kisha bërë sot është patjetër me falenderu emrin edhe gjithë kolegët e tij në Roma in Action për punën që e bojnë edhe me i përgëzu për punën që e bojnë për komunitetin, për shkak se kjo është diçka që na leton punën edhe neve si institucione. Na bën më të lehtë me qenë afër bashkëqytetarëve tonë. Duhem ju përgëzu për insistimin edhe për dedikimin që e keni për komunitetin rom, po në të njëjtën kohë edhe për komunën tuaj, për Gjakovën, për shkak se janë ndërlidhura mes vete jashtëzakonisht shumë, edhe unë njihna mirë kur e shoh punën e juaj. Dhe me vërtet njihna mirë dhe nuk besoj që ka bashkëqytetar tjetër të komunës Gjakovës që nuk njihet mirë kur kemi organizata të cilat me të vërtet dedikohen. Duhet më ju thonë që është edhe një dedikim i jashtëzakonshëm i secilit për jush me e rujt edhe me e kultivu gjuhën rome, gjuhën tuaj amtare, për shkak se edhe kjo është një pasuni jo veç e jona, po është pasuni globale ashtu që shenje edhe secili institucion relevant ndërkombëtar është një pasuni globale dhe duhet me e vlerësu një gjë të tillë. Në komunën e Gjakovës, edhe ma tutje keni me pas partner, keni me pas miq që ju dojnë, ju respektojnë, edhe që bojnë maksimumin që është i mundshëm për me pa secilin bashkëqytetar tonin, secilin qytetar të komunës Gjakovës, patjetër pa asnjë dallim edhe juve, tu jetu ma mirë, tu e pa veten me perspektivë në komunën tonë, tu pa që rrugët qelen gjithmonë e ma tepër edhe nuk mbyllen. Anakova Beshipe Lela Kotorhini ho deputeti e romana komunitetesko ano Kosovako son Beshipe orajo Albert Kinoli, kova dingja mesazhi taj najsipe vaše Gjakovaki komuna kaj akana pikoinel e romane komunitetje vašo garavipe e romana identitetesko tajo promovipe e romana Cibiako ani sarsakoja sfera e gjivdi pasko. Se so vakergja orajo Kinole Anokova Beshipe ka shuna olesko vakeripe Anokaja me Salin. Batalo Kerava Anomora Anov, sar Sheruno partijako pore BK, sar Romano deputeti, ano Kosovako son Beshipe, taj ano Anov e Romano komuniteteske, laço dive sarenenge Batalo Kerava sarenenge ani Kosova taj ani Lumja, Batalo ponshtë novembri e Cibiako Lumjako dive. Jo rastisht e filloj këtë fjalimin tim në gjuhën rome, për shkak se është dita gjuhës rome, po e shënojmë këtë ditë gjuhës rome dhe shumë faleminderit edhe njëherë që në mënyrë institucionale sot na keni mundësu që për dikur për ne ka qenë ëndër që në Gjakovën të falenderoj institucionet e Republikës Kosovës, nivelin qendror po dhe nivelin lokal, po dhe kryetarin Gjini, që sot ne po e festojmë ditën ndërkombëtare të romëve dhe po na është mësu që në gjuhën rome të flasim. Kjo është një arritur e madhe, jo vetëm për komunitetin rom, po në përgjithësi për gjithë qytetarët e Gjakovës, qytetarët e Republikës Kosovës, institucionet qendrore dhe institucionet lokale. Është më rëndësi të sekët që ky aktivitet edhe kjo ditë e ka nismën nga 8 prilli i vitit 1971, kur në kongresin e parë në Orpington të Londrës janë bu themelet e komunitetit rom për himnin Gjelem Gjelem, që ne të marrim epitetin apo emrin si rom, që gjuha jonë tjetë gjuha rome, për flamurin të cilën e gëzojmë sot. Une edhe njëherë dëshiroj të falenderoj kryetarin Gjini, me cilin kemi pas bashkëpunim edhe nivel qendror po edhe nivel lokal, dhe i ka qenë ai i pari i cili na ka hap 2 herë kur me përfaqësues të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kemi pas takim zyrtar me kryetarin Gjini dhe kemi filluar
mësimin fakultativ për kulturën dhe historinë rome në komunën e Gjakovës, bashkëpunim me niveli qendror me nivelin lokal dhe do të rifillojmë prap edhe mësimin në gjuhën fakultativ në gjuhën rome për historinë dhe kulturën rome. Pando mahatnipe hakale divesko ini vash o LDIP kaj siole në organizacija sa Roma in Action taj sarsako je organizacija kaj prova vinel taj garavelo hakja e harucino komunitetengo vakerja ini o sheruno e ofisesko vash o komunitetja taj inaripe o rajo Armend Behluli kova je kano javerin regini pikoingja akava bebeshipe vaj aktiviteti ane Gjakovaci komuna kaj lepargja kaj sarsakova dive o komunitetia Roma shkalinata Egipćanja Bajraven piro avazo vash o respektipe taj o garavipe o dolenge hakiengo sarano butikeripe edukipe taj o LDIP medienca vash o informipe e akale komunitetiengo pe pirida jakiri čip kaj sito i romani čip vash o romano komuniteti. Se sova kergja o rajo Behlulja nakova beshipe kashuna o delesko godenipe. Zyra për komunitetet dhe këthim, si që dini, është zyra cila mbron dhe promovon të drejtave e komuniteteve. Mbi të gjitha, gjua është pjesë universale e drejtave të njerëzit. Gjua rome është një pjesë shumë e rëndësishme e identitetit kulturor rom, ajo bart histori, kulturë dhe tradita që duhet ruajtur me kujdes. Të drejtat gjuhësore janë të drejta themelore të njerëzit. Çdo person ka të drejtë mësoj, të flasë dhe të përdor gjuhën e vet pa frikë apo diskriminim. Kjo është një prej misionit apo një prej objektivave të zyrës për komunitetet dhe kthim faktikisht luftimi i diskriminimit në përgjithësi ndaj komuniteteve roma shkalje gjithë. Pastaj rëndësi të veçantë ka ruajtja e gjuhës rome. Nuk është vetëm përgjithësi e komunitetit rom, po menoj, por e gjithë shoqërisë sonë, sepse diversiteti gjuhësor është pasuri për të gjithë. Diversiteti është forca jonë, ai na mëson të pranojmë, të dëgjojmë dhe të vlerësojmë njëri tjetrin. Një shoqëri e drejtë dhe zhvilluar ndërtohet vetëm atëherë kur secili person ka hapësirën të shprehë identitetin e vet pa frikë, me respekt dhe me dinjitet. Ne si zyra për komunitetet dhe kthime të vërtet jemi shumë falendërues të cilët komunitet nashta i vogël në numër, po shumë aktiv në aktivitete. Na do të mundohem që ta mbajmë këtë, ta ndërtojmë këtë edhe më shumë bashkëpunimin në mes të institucioneve dhe shoqërisë civile. Vash ore sakale divesko kaj sito lumjako dive romana Cibjaku 5 novembri vakergja o romano aktivisti kotar i Kosova o rajo Dau Qulanji kovanja regini sa delegati vash o hramipe vaj parafime akali deklaraciaku vash o penjaripe e Cibjako divesko vash o romano komuniteti 5 novembri kova ini ulavgja nesave Bajakja kaj resla i Kosova vash o romano komunitetja në sarsakovo pozicija gjithi pasko. Vash maj budëri të shuna o leskova keripe anokava beshi. Kjo ditë u shënua për herë të parë në Kroaci më vitin 2008 me nismën e studiusve organizatave rome dhe institucioneve kulturore. Iniciativa u bë realitet falë për kushtimit të komunitetit rom për të ruajtur dhe promovuar gjuhën e vet. Në vitin 2015, UNESCO e njohu zyrtarisht 5 nëntorin si ditën botërore të gjuhës rome, duke ngritur këtë ditë në një rang ndërkombëtar. Sot, kjo ditë nuk është vetëm një datë në kalendar, por një mesazh i fuqishëm për identitetin, dinjitetin dhe të drejtat e komunitetit rom. Gjuha më shumë se sa fjalë, ajo është kujtesë kolektive historike, muzikë, traditë, mënyrë jetese dhe mbi të gjitha dëshmi e një rezistence kulturore. Gjuha rome është ura që lidh brezët rom me rënjet e tyre, me kulturën, legjendat, këngët dhe historitë,
që kanë udhëtuar për shekuj në përbot. Ajo është një mjet i fuqishëm për identitetin, arsimimin, përfshirjen sociale dhe barazin. Për një komunitet që shpesh ka përballur apo është përballur dhe përballet me paragjykime dhe diskriminim. Promovimi dhe përdorimi i gjuhës së vet është akt fuqizues dhe emancipues. Sot me këtë festim ne dëgjojmë një mesazh të qartë të diversitetit gjuhësor si pasuri. Çdo gjuhë është një dritare drejt botës. Dita botërore e gjuhës rome, në anglisht World Roma Language Day, përkujtohet çdo vit me 5 nëntor. Qëllimi i kësaj dite është të promovojë në mbar botën gjuhën rome, identitetin dhe trashëgiminë kulturore të popullit rom. Me 5 nëntor, sikur që e përmenda më herët, në vitin 2008 në Kroaci, në Zagreb, gjatë paraqitjes së fjalorit apo publikimit të fjalorit në gjuhën rome dhe kroatisht dhe anasjelltas, përfaqësuesit e komunitetit rom dhe institucionet lokale nënshkruan një deklarat apo një kartë që shpallte 5 nëntorin si ditë e gjuhës rome në Republikën e Kroacisë. Në nëntor të vitit 2009, gjatë simpoziumit botror për standardizimin dhe kodifikimin e gjuhës rome, nga 3 deri më 5 nëntor në vitin 2009, u lëshua një deklarat ku kërkohej njohja ndërkombëtare e 5 nëntorit si ditë botrore e gjuhës rome. Me 4 nëntor 2015, organizata UNESCO shpalli zyrtarisht 5 nëntorin si ditën botërore të gjuhës rom. Gjuha rome është një prej mënyrave kryesore për ruajtjen e identitetit kulturor të komunitetit rom. Ajo mban histori, mite, tradita dhe të folurit që nuk shkojnë vetëm për komunikim, por për të ndarë përvojë dhe përkatësi. Njohja dhe përdorimi i gjuhës rome kontribuon në përfshirje sociale, edukim dhe barazi. Për shembull, në shumë vende përdorimi i gjuhës në mësimdhënie dhe media është një hap drejt përmirësimit të shanseve për komunitetin rom. Duke qenë se komuniteti rom shpesh përballet me diskriminim dhe marginalizim, promovimi i gjuhës rome dhe njohja ndërkombëtare e saj është një mënyrë për të forcuar dinjitetin dhe vetbesimin. Çfarë organizohet në këtë ditë? Organizohen evente kulturore, konferenca, aktivitete edukative dhe mediatike në të cilat theksohet rëndësia e gjuhës rome, zërat e komunitetit rom dhe nevojat për përfshirje. Në disa vende, sikurse në Kosovë, gazetarët, aktivistë dhe organizatat të komunitetit përgatisin përmbajtje në gjuhën rome, intervista, podcaste apo artikuj për të hapur dialogun në lidhje me gjuhën dhe të drejtat e komunitetit. Kur kemi të bëjmë për ruajtje në gjuhës, ruajtja e gjuhës son është detyrë e jona. Çdo fjalë që mësojmë, çdo këngë që këndojmë, që ruajmë, çdo fëmijë që mëson romanit shqip, është një hap drejt një të ardhmeje më të fortë dhe më krenar. Le të ndërtojmë rënjet tona, ky është një apel për komunitetin. Le të jemi gardianët e kulturës sonë dhe le të sigurojmë që romani shqip të tingëllojë gjithmonë me krenari, me dashuri dhe me respekt. Andaj do e bëj edhe një thirrje për të gjithë, le ta përdorim këtë ditë për të inkurajuar mësimin dhe mësimdhënien e gjuhës rome në institucionet arsimore. Le ta bëjmë një përkrahje botimeve dhe studimeve gjuhësore për ta promovuar kulturën dhe historinë rome në media e në jetën publike, për ta fuqizuar apo për t'i fuqizuar të rinjët rom që të krenohen me gjuhën dhe identitetin e tyre, sepse kur një gjuhë ngrihet edhe një popull. Kur një gjuhë dëgjohet edhe zëri i komunitetit. Dhe sa për mbyllje,
Në emën të kësaj dite të shënuar ndërkombëtarisht, le të punojmë së bashku për një të ardhme ku gjuhët minoritare të mbrohen, ku kultura rome të njihet e të respektohet dhe ku identitetet të mos jenë barierë, por pasuri për shoqërinë tonë. Che de mange, che deve se skelutia, pa chiarano calo piacluco. Dai mori che de mange, deve se skelutia, pa chiarano calo piacluco. Che me coprobo enteroba te pairova Telingiara me kamna che me coprobo enteroba te pairova Sos che aeca ternite mere aeca muli me manga tu miriem laci luludi Sos che aeca ternite mere aeca muli me manga tu miriem laci luludi Putar yoktu grobea inarmara terna kamya yada cide mandeda Putar yoktu grobea inarmara terna kamya yada cide Papakale shunamne akale alam vjana agor pandarek emisja ko gjivdi petu menca pakja vipea kaj vladi lenčalar de amenca. Informinava dume ka ja kava emisja sao ja gurut në emisja peromanici gjivdi petu menca vasha kava bërsh kuva sakova masek tretërinja ververutne informi paske edicije vash o gjivdi pe romana komunitetes ko ta javer
Kova jek barona isipe ini vash o frekvence 7 MHz Radio Gjakovake, ka kana maj buderi se desh bërsha ledeine në organizacja sa Roma in Action ta iden hako vasho informipe per romanici vasho romano komuniteti, ka ja kana buderi bërsha transmitingjol emisja per romanici gjithi pe Tumenca. Numai ek barona isipe ini amare donatoresko emisja OSB ani Kosova ka dinjamin piko doipe ka injano kava bërsh te transmitingon li emisje per romanici gjithi pe Tumenca, numai ek barona isipe ini tumenge vash tumaro shunav nipe emisjako gjithi pe Tumenca respekturi shunavne, ka sakova ver piko ine ni emisja, ini reaginen vaše teme ka jamen tritrinja manoramia kale emisjako. Numai amen sa organizacija taj care emisja naka achava maro aktivizmi ina ano bërsh 2000 bishushov, vash o informi pe tumengo vash o sakola nevipja ane Gjakovaci komuna, numai ini vash o informi pe romane komunitesko pe peridea kirici pe romani cip. Tumena čuvena no frekvence 7 MHz Radio Gjakovake, amena raklövani ek javeruni ediția pe romanici gjithi pe Tumenca. Gjipe amarea verno termino, o veni saste tai klošalono vikendi tumenge tai tumare familjako. Tu che mi canta moderni pe calara mo cami pe ma bistar vaci tu che camera savas tu che mi canta moderni pe calara mo cami pe ma bistar, ma și tu che camera. Ai romane, ai chavane, chi lava migili, te mutava soi muhali. Moroibe ma bistar me asfaia kai chorgu mo guglo la fida ma bistar kai vakargum kamatu Moroibe ma bistar me asfaia kai chorgu mo guglo la fida ma bistar kai vakargum kamatu ai romane ai chavane ki lavav migili te mutava soi muhali te mutava soi muhali